Në Bashkinë Selenis po zbatohet një projekt që synon rehabilitimin e banesave të dëmtuara, të cilat paraqesin rrezik shembjeje. Nga ky projekt kanë përfituar disa familje me shpresën për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës. Blu Televizion ka udhëtuar drejt fshatit Drashovic për të parë nga afër mënyrën se si është realizuar ky investim. Aty takoi me Aleksandër Likën, një prej përfituesve të fondit, i cili shpreheti pa kënaqur me cilësinë e punimeve. Lika tregon se firma që ka realizuar projektin i ka zbaritur punimet për një kohë të gjatë dhe në përfundim të tyre janë konstatuar mangësi serioze në cilësi. Sipas tij, pllakat nuk janë shtruar në nivel, ndërsa parvazët e dritareve janë lënë pa u suvatuar. Ai shton se fondi ka qenë i pamjaftueshëm për rikonstruksionin e plot të banesës, çka e ka detyruar të investojë të ardhura nga familja e tij për të përfunduar rehabilitimin e shtëpisë. Për Likën do të ishte më e drejtë që fondi të jepej në formë monetare, në mënyrë që përfituesit të realizonin vetë punimet duke garantuar më shumë cilësi dhe kontroll mbi investimin. Zoti Aleksandër Drashovic, si projekt më duk shumë i miri, po jam i pak kënaqur nga firma. Firma 7 vëllezër. 7 vëllezër. Punimet ju bën në zgjatën 8 muaj. Nga jetë qershori deri bën llogari 8 muaj. Deri para 10 ditësh, 15 ditësh. Punimet nuk i kanë mbaruar. Punën i kanë bërë nuk e qaj, po që nuk i mbaruan. Nuk i mbaruan, për këtë janë pak kënaqur. Shikoni vetë, ka ujtë ustaj dyrve, shiko tani çfarë bëni. Hangri këtu e për nivel. E për plus. Korrizat e tavaneve falçura. Korrizat bëna me kohën djali. Tjetra. Pllakat. Shikoj si luaj. Ja, shikoj. Shikoj, pllakat. Një. E dyta, pa me nivel. Shikoj nga çdora. Nga çdora. U thash atë që fillon punë, i ktheva 2 herë, nuk ishte sallam për të qenë. Tjetra. Urdhëroni brenda. Plak mermeri nuk u shuan. Nuk të gënjej dot në preventiv, se kam bërë dhe preventiv, o të rgoju dhe preventiv. Pravën këtu, edhe dritare banjës nga një dhurë tjetër ndeja. Për mua ishte shumë më mirë që unë ato aparat i merja vetë dhe ti konsumoja vetë për ndërtimit e shtëpisë do bëja. Pse? Do mija një privat, do mi marrën të punë sa më shpejt. Ata më ka zgjatur 8 muaj. 8 muaj më ka fletur në një kuzhinë 3x3. Me gjithë gruan të smur nga zëmra dyert koronare, me gjunjë nga, si thonë asaja, reumatizma, me tension, gruja. Tani kam 5 ditë sot, je kam rrisë në Greqi të djemët, për të bërë këto të zëmrës e këto. Më kanë arrume, nuk e di, kam folë dhe njëherë me kryetarin e bashkisë direkt me antë kryeplakut, për ankesën që pëj sot, dhe më tha kryetarin e bashkisë, neve nuk e komandojmë do tha, ma se kanë edhe drejt, po kemi detyrë të i blokojmë fondin. Në qoftë se nuk janë të rregullt. Për mua nuk janë të rregullt. I ka kaluar fondi, apo si ka kaluar nuk di gjë, se ata kanë gati 3 muaj pa ardhur. Punimet si shtash me mbaroi djali. Kanë ardhur, jo një herë, por 3 herë. Kanë ardhur, i kanë ndjekur punimet, nga bashkia me kënaqur, nuk the po këtë ta thash që këtë më tha kryetari, po për mua jam shumë i kënaqur nga bashkia. Pavarësisht se fondi ja kaloi asaja, firmës se s'ma kaloi mua. E mira si ishte aty, ishte ma kaloi mua. Si shtash do mirja punëtor privat, ustare privat, e mbarojnë sa më shpejt. Nash, ja ka kaluar fondi bashkia firmës, s'ja ka kaluar nuk të them dot. Edhe pas përfundimit të punimeve nga firma fituese e projektit, Aleksandër Lika tregon se tualeti i banesës ka mbetur ende i parahabilituar. Ai paraqet gjendjen aktuale të tij duke theksuar se ndërhyrjet kanë qenë të pjesshme dhe jo të plota. Mes që të bëj një banjo. Janë dhe punimet e banjës. Pa shtrur, pa shtur tavanin, që ka firma për sigurt. Po për këtë u thashte vetë, do ma lini kështu se do shtroj tubat e banjës, e do ta bëj vetë. Po tavaj ma lan pa timuar. E hodhën dhe ja që e kanë. Këto janë ankesat e mia.
Në fshatin Drashovic, por dhe fshatra të tjerë të bashkisë Selenic, kanë qenë të shumta familjet që kanë aplikuar për të përfituar nga programi i riabilitimit të banesave. Një pjesë kanë fituar, ndërsa të tjerë janë skualifikuar nga procesi i përzgjedhjes, por dhe fituesit, ndonse mund të quhen të privilegjuar, sërish janë të pakënaqur si nga zvarritjet ashtu dhe nga cilësia e punimeve.